Qallica me borë në vonë pranverës e vjeshtën e eshme si kur bën roje të kvari, e në heshtje vjeshtën matë madhen e kombit për atë dhejë. Dyrë të shpimit nëvën për pache si kur nuk të të mbyllën kur, fuksi hyrje e mbetje në histori dhe dheljen e eksodit. Edhe dashurit e luftës janë në kujtimi jetitare të anafram të kosovare që kurëzoj idealin e lirisë e pranvera kupsiane por i të bitë djelit në këtë kohë lufte. Atë dheu me hartën e krenarisë e keton bojarin, si janë dheu në globin e kësaj bote plot çmenduri. Vend ku fjalla peshon të më shumë se jeta është historia që merë frymë edhe mbi rënoja. O gjaku flet pasër, me gjuhën e prushin të ndjenjave, në prak të ti janë lidhur pesa, janë falur gjaqet, janë gritur flamuj, aty kutimi ngrihet si kujtim për të mos vdekur. O gjaku zërënës i lindjeve të reja, djep i pari frymës që nga djetë, altari i heshtur i rikthimit ku shdo hap e gjenë sërish rrugën duke ruajtur në hi emrat e atyre që nuk u kthyen por vetëm në histori. O gjaku arkivi gjalli i kohës që s'haron, ku çdo flak është në një kapitull, çdo prush një plak, çdo shëndbi një kujtim që nuk shuhet dhe pas çdo padrejtësie shpërthejnë në flak. O gjaku kur nuk u dorësua, as kur erat e huaja nuk u përpoqen trafiken, sepse ai u mbulua me hi për të mbijëtuar dhe priti dritën kur do të ndizet sërish me frymën e atyre që nuk u dorësuan kur. Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Kukësit ka mbledhur këtu në Kukës në kuadër të pranverës poetike kuksiane, poet nga të gjitha trevat shqiptare. Pa dyshim është një fakt i pamohueshëm ky, po aq sa është i pamohueshëm dhe fakti që eventi pranvera poetike kuksiane ka filluar më një herë pas eksodit të vitit 99, atëherë kur populli vet, kombi shqiptar ndjeu të nevojshme që vlerat shpirtërore, vlerat e letërsisë, të artit dhe të kulturës t'i bëj bashkë këtu në Kukës. Kanë qenë krijues të asaj kohe të cilët kanë realizuar këtë aktivitet i cili u ndërprej dhe prej 2 dekadash nuk po realizohej përpos 2 pranverave poetike që u realizuan në Ferrand. Thuhet që një popull që haron është i destinuar të jetë i dështuar. Dhe nëse ne do harronim pranverën poetike si një emblem të kësaj simbolike pas luftës në Kosovë, padyshim që do të ishim të dështuar dhe mos e shumë të krijuesit janë ata që nuk e pranojnë dështimin duke lënë gjurmë. Dhe unë shpresoj që lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të ketë vijuar në gjurmët e paraardhësve të tyre, ndonse edhe 2 dekada më vonë, por është një hap shumë i rëndësishëm për t'ju thënë brezave të rinj, për t'i thënë gjithë kombit shqiptar se ne kemi ende energji, se ne kemi ende vlera, se ne kemi ende arsye dhe motive për të ecur përpara, për të qenë bashk, për të treguar botës se kush janë shqiptarët, kush është vlera e artit shqiptar. Tani lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve Dega Kukës në bashkëpunim me Bashkinë Kukës organizon edicionin e 6 pranvera poetike kuksiane. Ky manifestim ose fest letrar poetike siç mund ta quajmë filloi direkt pas luftës së Kosovës në vitin 2000 më duket, edhe u bën për 5 vite rresht. Pastaj nga mos bashkëpunimi i pushteteve vendore dhe qendrore u ndalu. Tani ne si lidhje shkrimtarëve po e fillojmë në 2026 i bie pas 2 dekadash. Tani janë ftuar gjithë shoqatat e letrare poetike të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë. Pjesëmarrja është e madhe. Tani si herë të parë pas 20 vitesh i kaloi deri në 60-70 poet sot që ndodhen sot në Kukës. Besoj që do ketë interes më të madh. Ne si lidhje shkrimtarëve Dega Kukës kemi qëndruar gjithmonë pranë, i kemi motivuar, i kemi promovuar talentet e reja.
për një shtytje të mëteshme që mos të ngelen në për shqiptar, si që ngelen shumë poetëve të rinj dhe poeteshave në shqiptar, në harres, t'imboloj plumri. Kështu që ne kemi botuar mbi 25 libra të autorë të rinj, me redaktim deri në kopertinë, pastaj shtëpitë botuese me mundësi të ndryshme, por që janë botuar mbi 25 titull librash vetëm nga autorë të rinj. Tani interesi dhe mediatik, edhe interesi mediatik, mund të themi me plot gojë, ka rënë, nuk rrin pranë lexuesit ose pranë krijuesit të rinj, kështu që mirë do të ishte që të promovohen edhe më tej. Meqense siç që përmendëm edhe më sipër, pranvera poetike si koncept, si ide dhe ideator ishin disa intelektual të Prizrenit, poet kuptohet, të letrave dhe të Kukësit, që me qëllim fillimin e një bashkimi kombëtar, me anë të artit, me anë të kulturës, me anë të vargut, me anë të poezisë, të rifillojmë qysh në vitin 2000, domethënë, dhe nga aty vazhdoi si aktivitet letrar, si pranverë poetike kuksiane. Ishte mendu që do bëhet një vit në Prizren, një vit në Suarek, edhe Theranda ka qenë bashkëpunëtor gjithmonë me ne në aktivitetet letrare dhe në Kuks, pra të përsëritet në 3 qytete. Tani e fillum ne pas 2 dekadash, si që tha më sipër, në Kuks dhe ta shikojmë ç'a mund bëjmë vitin tjetër, që ta zgjerojmë, të promovojmë edhe më tej të gjithë poetët, të gjithë krijuesit, të gjithë shkrimtarët. E para njerë, kjo është një ngjarje shumë e veçantë, për arsye se ndodh pas shumë vitesh, pas një ndërprerje, dhe si vjetë gjetëm mundësinë që ta reorganizojmë pranverën politike dhe një formë mirënjohje për eksodin e 99-ës. Unë kam qenë fëmijë në 99-ën dhe madje atëherë më ka lindë dëshira të shkruaj poezi. Dhe nga 99-a unë kam ca vargje, do i them, e gjithë bota po ban çudi ç'është sot kjo tragjedi nuk përshkruhet në histori. Po she bota nga ekrani se s'ka fund karvani. A she Zot o Perëndi se na dogj dushmani zi, dogj i male shtëpi, dogj i burra, gra pleqe fëmi, me fabrika tu i shkri, po do në emrin me ta ndrue, po do në kulturën me ta shëndrue, popli i shkret, po pret me shpres, ja do roj, ja do vdes. Shumë aeroplana tu i flutrue, syt nga qielli tu i shkue, apo vjen kush me na ndihmue. E gjithë bota demokratike në kanë bashkue, në Rambuje kanë konvendue, këtë Serbin me bombardue dhe Kosovën me shlirue. Kjo nuk është poezi, kjo është një vjersh, një nxënësi të shkollës 9-vjeçare, që e ndjente luftën, e ndjente dhimbjen, pra një fëmijë kuksian, e ndjente vujtjet e vëllezërve Matan Kufirit. Kuksi është pjesë e Dardanisë. Pra na bashkon çdo gjë. Ne jemi së bashku në të mirë dhe në të keq. Dhe kjo pranverë poetike na tregon për bashkimin që kemi me vëllezërit Matan Kufirit. Kuksi sot ka një fest poetike, realizon edicionin e 6 të pranverës poetike, që ashtu e kemi titulluar, edhe pse pas shumë vitesh u riaktivizu ky aktivitet, sot janë të pranishëm të gjithë poetët nga mbar trojet shqiptare kryesisht, ku nëpërmjet këtij edicioni ato paraqesin ose shpalosin shpirtin poetik tek Pallati i Kulturës në bazë të aktivitetit. I falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë poetët, dhe shpresoj që ky aktivitet të bëhet i përvjetshëm. Patjetër që është shumë e rëndësishme, unë e quajta pak më para dasma poetike, edhe një ftesë e madhe dhe do jetë një promovim patjetër për Kuksin, si një ndër qytetet me vlerë, them unë, edhe për shkak sepse ne e dim se Kuksi ka marrë edhe çmimin Nobel për paqe, edhe shpresojmë ta vazhdojmë këtë aktivitet të përvjetshëm edhe në vijimësi. Ne shohim tani kohët e fundit sepse edhe trit po përfaqësohen, fakt edhe po e duan letërsinë, edhe ne po mundohemi edhe si lidhje shkrimtarëve në degës Kukës që t'i promovojmë edhe trit dhe t'u japim një mundësi që të futen në këtë rrugë të bukur
dhe të jashtëzakonshme të letërsisë. E veçanta kësajna është si Kuksin unë e quj edhe si kryqiteti Dardanis gati afër Prizrenit, që atëherë kur ka qenë edhe kryqiteti i Shqiptarisë, edhe Kuksi është një vatër e shqiptarëve, sidomos e këto natë nëntës, po ne për mos me harruat ditë nga se kohë, ne sot po bojmë edhe pranverën poetike, edicioni 6, e cilin përmes poezisë, përmes vargjeve tona si poet, si shkrimtar, mundohemi sa do pak me qitë letër, mos me në mbulu pluri arresës të atë ngjarjet historike të popullit tonë shqiptar. Sakrificat kryesore kanë bërë prindët tanë. Ata të cilët e kanë fitu me gjak këtë liri, të cilët ne sot përgëzojmë. Po ne duhet të qesim një letër ato ngjarjet atyne, sakrificat atyne, edhe gjeneratat e ardhshme le ta dinë se dikush ka sakrifiku për këtë vend edhe për këtë troje shqiptare që sot ne përgëzojmë këtë liri. Këto poezit të cilët ne sot i shkruajmë, të cilët i qesëm letër, ato nuk do të zhdukën, ato nuk do të harrohen, po shpërndahen në për gjithë trojet tona shqiptare, aty ku kemi mundësi, sa do pak, në për shkolla, në për institucione, në për biblioteka, edhe le ta dinë gjeneratat e reja të cilët ne t'ju lëmë sa do pak një trashëgimi të cilët ne e kemi përgëzuar për më herë.